Dhe ne herë mbas here dëgjojmë dhe shohim dhe hasim situacionet e atilla që kuptojmë që njeriu po nuk pati Zotin dhe besimin në Zot, po nuk që besimtar për Zotin e madh, për Zotin e madh, është poshtë kafshëve. A nuk jemi ne dëshmitar të luftrave të parsyetuara, të vrasjeve masive të padrejta? A nuk jemi ne dëshmitar se si njeriu do ta hajë njeriu? Do t'ja marri pasurinë, do t'ja marri tokën. Se si bëhen vrasjet për asgjë. Se si njeriu transformohet. Mohon nonë, babë, gjithçka. Çfarë ndodh? Ky pra është njeriu. Njeriu është i njëjti. Koha, jeta, leteci, le të bëj çfarë doj, njeriu është po i njëjti. E Zoti i Madh solli këtë fe dhe këtë besim si rregulator dhe përmirësues të njeriut, të kohës, të popujve dhe të vendeve. Jo thjesht një fe që përshtatet. Jo, rregulatore. Përmirësuese, rregulatore.